Meka po bëhet më aeroport, pelegrinët do të udhtojnë tashmë më shpejt për në Haxh. Një zyrtar saudit ka konfirmuar se Meka, qyteti më i shenjtë në Islam, së shpejti do të ketë një aeroport. Në një intervistë me Harvard Business Review Arabia, Sali Al Rashid, drejtori ekzekutiv i Komisionit Mbretëror për qytetin e Mekës dhe vendet e shenjta, tha se udhëzimet strategjike, ekonomike dhe të investimeve për aeroportin e Mekës janë miratuar. Meka aktualisht nuk e ka aeroportin e vet ndërkombëtar funksional. Megjithatë, në vitin 2024 Mbretëria e Gjirit eksperimentoi me mjete ajrore autonome elektrike për të eksploruar potencialin për lehtësimin e udhëtimeve në raste emergjence, si dhe për shpërndarjen e pajisjeve mjekësore, raportoi Arab News. Në vend të kësaj, shumica e vizitorëve ndërkombëtar zgjedhin të fluturojnë për në aeroportin ndërkombëtar të mbretit Abdulaziz në Gjidda, i cili është afërsisht 100 kilometra larg qytetit të shenjtë, dhe të udhtojnë pjesën tjetër të rrugës për në Mekë me rrugën toksore. Raportohet se terreni malor i Mekës paraqet sfida për udhëtimin ajror, duke përfshirë turbulenca, çësje të vështira dhe probleme të mundshme me dukshmërinë dhe motin. Ndryshe, vitin e kaluar Arabia Saudite priti më shumë se 1.5 milion pelegrinë të huaj për Haxh, të cilët mbretën nga jashtë vendit përmes pikave të ndryshme të hyrjes, sipas të dhënave nga Autoriteti i Përgjithshëm për Statistika. Në total, kishte më shumë se 1.6 milion pelegrinë.